prezantimin me strukturat. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit, ku theksoi rëndësinë që zgjedhjet e 11 majit kanë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Këto zgjedhje përkojnë me një moment jashtëzakonisht historik, kur ne jemi përpara një mundësie reale dhe aktuale për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Rama theksoi se Partia Socialiste është sot siç ishte Partia Demokratike në vitin 1992. Sot, siç ishte PD-ja në 92-shin, është në vendin e dur dhe në kohën e dur forca e vetme që mund ta çojë përpara këtë proces. Kryeministri u ndal edhe tek reforma në drejtësi, duke theksuar se mbështetja për institucionet e reja është e palëkundur. Ne jemi për reformën drejtësi, ne jemi për të mbështetur luftën kundër korrupsionit përmes institucioneve të reja të drejtësisë, pavarësisht gjithë problematikave dhe pavarësisht lajfitjeve her pas hershme të atyre institucioneve, ja ku është zonja e drejtësisë dhe këtë shpatën që Den Babaden në histori e ka pas drejtësia, në Shqipëri që nga 1912 e ka pas qeveria. Por ne e kemi të ndarë këtë punë që ja kemi dhënë. Në mbyllje të aktivitetit, kryeministri ju kërkoi kandidatëve të Partisë Socialiste që në takimet me qytetarët të shpjegojnë rëndësinë e integrimit evropian, përfitimet konkrete që sjell antarësimi në Union dhe rolin vendimtar të Partisë Socialiste në këtë proces.